Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Bolt në televizionin Arbëreja. Në studio kemi të ftuar avokatën Emrosh Kastrati, ku do të diskutojmë lidhur me moslejimin e presidentit Thaçi në varrimin e teatrit të tij. Përshëndetje zoti Kastrati, faleminderit që gjetet kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëreja. Përshëndetje dhe juve. Para disa ditësh u bë një polemik, u ngrit një opinion që nuk u lejonte presidenti Thaçi të vizitonte prindin, derisa mbaruar zgjedhjet. Edhe pse Pola Mbrojtëse kishte kërkesa të një pasnjëshme pasi ishte i shtrirë në spital Haxhi Thaçi, baba i presidentit Thaçi. Si i keni po këtë moslejim të vizitave deri pas përfundimit të zgjedhjeve? A ka qenë kjo politike apo si e sheni? Nuk do të shprehesha në atë aspektin çështje politike apo jo politike, mirë po ka qenë çështje me cilën gjykata e Hagës në këtë drejtim është tregu jo praktike dhe jo serioze në rastet humanitare. Është një lloj praktike gjykatave që në rastet humanitare, kur janë pyetje anëtarët e familjes apo në ndonjë çështje tjetër ndjeshmërisë që prek ndjenjat familjare, përkatësisht raportet familje në rastet të caktuara të smundjeve të rënda, edhe rastet të tjera, atëherë lejohen vizita të caktuara familjes në kohën e caktuar që e vlerëson gjykata. E thash politike për faktin që pas kërkesave të një pasnjëshme nuk u lirua. Pas mbarimit të zgjedhjeve u lirua. U lirua të viziton. Pavarësisht prej saj, a ka mund të jetë politika apo s'ka mund të jetë politike si qëndrimi i Hagës, cilën ato nuk e dim ne si të shkruame, edhe pse ka qenë procesi i zgjedhjeve, çështja e vizitës zotit Thaçi familjes tij, përkatësisht prindit që ishte shtrirë në spital e i cili për pak ditë ndroi jetë, atëherë rezulton se nuk kemi të bëjmë me çështje politike, sepse është desh bindet gjykata e Hagës se ka të bëjë me prindin e tij që është i shtrirë në spital edhe numëronte ditë për të shkuar në botën e mëshueshme. Në anën tjetër, pavarësisht faktit se prindi ka qenë i smuar, atëherë nuk ka mund të jetë qëndrim në thojza i Hagës si politike, për shkak se zoti Thaçi ka pas program të caktuar të lëvizjes dhe i shoqëruar nga shoqërues zyrtarët, si ata për sigurimin e rendit publik nga policia e Kosovës dhe hetues që Hagës i ka pas me vete, sigurisht. Në një deklarim në gjykatore, zoti Thaçi ka thonë nuk janë pjesë e garës politike. Edhe në këtë kuadër a mund të lidhen këto gjëra që këto pengesa kanë dalur, po insistoj në këtë aspektin politik për faktin që apo është kjo gjykatë që po ndjek edhe trendet politike si brenda dhe rreth Kosovës. Prap po them, unë nuk mund të them apo nuk kam ndonjë argument të saktë në këtë drejtim se ka qenë çështje politike apo joja. Në fakt, zoti Thaçi është vërtet që e ka thonë gjatë seancës gjyqësore se nuk kam garë politike dhe ishte problemi me sa di në atë moment çështja e disa akuzave të reja që u ngritën ndaj zotit Thaçi. Por në rrethonat kur je pjesë e një procesi gjyqësor, aq më tepër kur je në mosën e paraburgimit, aspekti i garës politike mund ta ketë efektin e vet deri dikon, por jo dhe real, sepse pavarësisht për rezultatit të garës, ti nuk mundesh të jesh nesër si person i lirë derisa nuk përfundon procesi gjyqësor për t'ju finalizuar tani procesin e garës. Nëse nuk gabuam, dikun të njëjtën është liruar presidenti Thaçi më pas për të vizituar, apo është sjellur, ta themi më mirë, për të vizituar prindin e shtrirë në spital që ishte para vdekjes, që rezultoi me vdekje. Si e keni po vizitën ku i përcjellur me dhjetra trupa përcjellëse, policë të maskuar, edhe në çdo hap, në përcjellje
deri në momentet e fundit ku ka arrit në QKUK. Kjo është pak për opinionin publik, për mendimin tim ndjeshme, sepse nuk ka pas nevojë që të organizohen përkatësisht të mobilizohen aq forca të shumta të policisë për të ruajtur rendin juridik apo qetësinë publike, nga se zoti Thaçi nuk ka qenë një personalitet i cili është pjesë në krimin thojza të mundshëm që do të shkaktonte probleme në opinion publik apo diçka tjetër, çdo formë tjetër të shmangës paraqitet në gjykatë. Kitë bëj me një njeri i cili ka qenë ditë e para në luftën në QK-s, ka udhëheq me luftën, ka luftu para sa ka mujt për udhëheqëtar tjetër të QK-s, dhe ajo çka është më kryesore, zoti Thaçi i ka pas gjitha funksionet publike në vendin shtetin e Kosovës, për të pas pozitën e fundit si president i vendit, ku edhe drejt për drejt ju ka përgjigj gjykatës Hagut momentin që është publikua këtë akuza. Ka ndërprer çdo aktivitet, edhe është paraqit më një herë dhe ka zbatuar gjithçka në procedurën pranë gjykatës Hagut. Prandaj organizimi i tillë edhe mobilizimi i tillë i forcat të policisë është pak një demonstrim jo praktik dhe jo i sinqert në raport me publikun. Pse është bërë kjo? Nga vije ky organizim i përcjelljes së një të akuzuari. Kush jep leje? Ndoshta po them mendimin tim natyrës profesionale të pas parasysh reputacionin e zotit Thaçi si president i vendit, edhe të pas parasysh reputacionin e tij të mëhershëm si figurë politike dhe ish pjesë e QK-s. Sigurisht që zyrtarët e Hagës kanë menduar që nëse nuk ka ndonjë sigurim pak më të gjendë të forcat të policisë, atëherë nga korreshtja e njerëzve që ta kuptojnë që zoti Thaçi veç është në vizitë tek prindi i tij, do të mobilizohen njerëzit me dëshirën më të mirë për ta kontaktuar, edhe kjo do të kishte shkaktuar sigurisht një pengesë edhe të lëvizjes zotit Thaçi, edhe të organeve, edhe të vizitës në spital, sepse njerëzit nga korreshtja për të takuar dhe vullneti dhe dëshira që kanë për zotin Thaçi, kjo sigurisht që do ta kishte penguar pak mbarvatjen e procesit vizitës. Megjithatë, po ti sigurim polic, mbështjellës, hetus, edhe të me maska. Pse është dashur të fshihen? Pasi që dihet publikisht, e thatë edhe ju, zoti Thaçi dhe të tjerët janë dorëzuar vetë. Ka qenë ish president vendi. Pra po thëmë është pjesë e menaxhimit të situatës të rendit dhe sigurisë, cilën organet e kanë lësuar ndoshta në drejtim që fytyrat që janë afër zotit Thaçi të mos publikohen para publikut, por t'i dinë vetëm organet për shkaqe sigurie, ku ta diun se çfarë ka vlerësuar gjykata në këtë drejtim për ruajtjen e rendit dhe sigurisë sigurisht diçka. Më pas në këtë vizitë që edhe një përshëndetje nga mjeku që u publikua në media, një përshëndetje ishte me njëherë intervenimi i polës, të policisë hetuese apo policëve, që reaguan edhe në atë drejtim. Pse arriti deri në atë shkallë që një i akuzuar në këtë rast të përshëndetet me një mjek që kujdeset për prindin e tij? Apo thehet një kod njerëzor, një rregull njerëzore të cilët duhet ta kemi parasysh të gjithë jemi njerëz. Sigurimi përkatësisht sjellja e punëtorit sigurimit para publikut në mënyrë nuk ishte e përshtatshme, as më tepër prapë po sillna se kemi pas bëj me personin që është fytyra kryesore e shtetit vendit, presidenti vendit, edhe një sjellje e tillë, një reagim i tillë ishte i papërshtatshëm dhe nuk ishte kurrë logjike një sjellje e tillë. Mundej ai ta krynte detyrën e vet në ruajtjen e rendit dhe sigurisë mbarvajtjes së procesit, sepse ajo është pjesë e procesit gjatë vizitës kur personi është i shoqëruar me forcat e rendit dhe sigurisë në një mënyrë këtë tjetër më të përshtatshme. Por pse ai e bëri këtë? Sigurisht deshte me tregu ndoshta në thojza atë pushtetin e tij pa kufizuar thojza pra po them në emër të asaj që do të ruajë të rendit dhe siguria. Zoti Kastrati, e tjerëta apo ona tjetër është që pas disa ditësh
prindi, babai i presidentit tha që vdes. Edhe sot ka qenë varrimi i presidentit ku nuk është lejuar të marrë pjesë në varrim. Si shihet në norma ligjore që kur vdes një familjar, sepse edhe prindi është në rrethën e familjes së ngushtë, mos mund të merr pjesë në varrimin. Mund të them se kjo ndoshta ka qenë kulmi i veprimeve të papërshtatshme që gjykata e Hagos i bën në raport me pjesëtarët që që sot gjenden në Hagë atje, edhe përballën me një drejtësi thojza prapë them të papërshtatshme edhe të panevojshme, sepse ne besojmë në pafajësinë e krejve të QK-s. Bilim ky drejtim është veç të shku ka pafajësia deri me tani, pra sa kemi mund të përcjellën këtë çështje. Por është praktik e gjykatave që në raste të tilla tregohet humaniteti, fundmëron edhe drejtësia do të jetë shumë më objektive, më sinqert, të respektohet dinjiteti i gjithë secilit person i cili gjendet para organeve të drejtësisë. Në këtë rast është tejet jo logjike, jo serioze, jo njerëzore, si doni thonë, mos lejimi i vizitës, zotë thaqë të fundit për ta pa prindin e tij tani pasi që ndroi jetë, dhe për mua është kulmi e arritjeve të këqija të veprimeve të administratës së gjykatës së Hagos përkatësisht personit zyrtar që ka dhënë refuzim për vizitën e zotit Taqi në varrimin e prindit e tij. Kjo nuk mund të ndodhë në praktikën e gjykatës asnjëherë, kudo në botë. Madje edhe në vendet më totalitare në sa nevojshme të thuhet. Megjithatë ka ndodhur dhe po ndodh në gjykatë e cila është gjykatë thirrët, gjykata e Kosovës, vepron në Shtetet e Bashkimit Evropian, edhe nuk është hera parë që me presidentin Thaçi nuk lejohet, pothuajse të gjithë, për ashtu Recep Selimi që s'ka pasë fatbarësisht rast vdekje, të tjerët kanë pasur rast vdekje. Edhe asnjëri nuk është lejuar në varrimin e të afërmit ose të familjarit të tij. Pra, po them, është tejet jo njerëzore që të mohohet një drejt të merr pjesë personi i caktuar në rastin konkret të zotit Taqi edhe të tjerëve që kanë ndodhur, që në rastet kur vdes familjarët mos merr pjesë në varrim, sepse ajo është çështje e cila është e pamohueshme e drejt ligjore e gjithë secilit që t'i jepet hapësirë kohore pushim, bilim këtë drejtim ndoshta jo veç për varrim, po ish të i sigurohen kushtet zotit Taqi edhe të tjerëve në rastet e tilla që të merr pjesë në varrim, bile të jetë edhe për ngushëllim së pakti, nëse jo 3-4 ditë sa i marrin sipas traditës, bile një ditë të jetë i lirë në pjesëmarrjen në varrim. Kuptohet në prezencën e organet e rendit në pjesën civile që do të ishte kuptuar dhe gjithë opinioni e din citatën e zotit Taqi, edhe jam i sigurt se do ta kishte respektuar dhe rendin juridik në këtë drejtim. Në këtë rast vetë zoti Taqi ka qenë pjesë e themelimit të kësaj gjykate, sepse ka qenë në struktura shtetërore, edhe nuk ka vend për dyshim që mund të ikë procesit në këtë rast. Edhe të sillen këtë formë, cila është arsyeja? Pra po them, nuk ka asnjë arsye objektive, as njerëzore, as ligjore që veprimet e këtilla të Hagos të përcjellen me mohim të drejtave të personave që janë pjesë e procesit gjyqësor të Hagos atje, ish krejt e QK-s në rastin konkret zotit Taqi dhe të tjerëve. Nuk ka asnjë arsye, absolutisht s'mund bindet me asnjë argument se kjo do të ishte desh të veprohet në këtë mënyrë. Ndoshta po them thojza, zyrtarët e Hagos e vlerësojnë ta se mund të ketë një prishje të rendit apo një proces i cili do të ndikote në mbarvajtjen e procesit gjyqësor në Hagë. Mirë, po kjo prapë nuk arsyetohet, nga se po kishte desh zoti Taqi të ndërmerrte kundërtën
në pengimin e procesit në mbarojtjes punës gjykatës Hagës, ai me shokët e tij kur e kishin pushtetin në dorë, kur e kishin pushtetin legislativ, ekzekutiv dhe këtë, nuk do ta kishin informuar këtë gjykatë Hagës. Zoti Thaçi me shokët e vet kur e kanë themeluar gjykatën e Hagës në Parlamentin e Kosovës, kur është nxjerr ligji, edhe pse ka pas reagime vegi tash për në këtë drejtim, ka desht që botës qytetëruar t'i tregon se pjesëtarët o QK-s nuk kanë kryer krime, por kanë luftuar për lirinë e vendit vet. Zoti Thaçi dhe të tjerë që janë sot atje, edhe po të ishin të lirë në Kosovë, nuk do të kishin ndërmarrë asnjë veprim të kundërligjshëm, sepse as kanë ku shkojnë, as nuk do të ndërmarrin asnjë veprim për shku dika tjetër, nga se kanë luftuar për të qenë të lirë në vendin e vet. Megjithatë, nuk është lejuar të merr pjesë në varrim. A ka mekanizma? A duhet të sensibilizohen institucionet e Kosovës, sepse është kjo gjykatë e themeluar nga institucionet e Kosovës, nga Kuvendi i Kosovës. A duhet të sensibilizohen në këtë drejtim për të parë pse po ndodh kjo? Nuk është vetëm me rastin Thaçi, po e përmenda edhe më herë pothuajse me gjithë. Sa kam mujtë të përsjell mediat, unë e pash qysh mram në reagim të ministres drejtësisë zonës Albaniana Haxhiu, e cila ishte jashtëzakonisht e shqetësuar dhe kishte shprehje keqësore dhe të jashtëzakonshme për mos lejimin e vizitës zotit Thaçi dhe pjesëmarrjen në varrimin e prindit të tij, dhe ajo tha që do t'i shkruan më njëherë kryetarit së gjykatës së Hagës që çështjet e tilla janë të patolerueshme dhe nuk guxojnë të ndodhen edhe të ardhmen me sjellje të tilla ndaj personave që sot janë pjesë e një procesi gjyqësor të padrejtë. Megjithatë, në opinionin publik, pas vizitës së presidentit Thaçi, prindit e tij sa ishte gjallë, u po një reagim, një shpërthem në rrjetet sociale, ka shi solidarizimit, pati deri te edhe kryeministri i Shqipërisë. Si ishin këto reagime? Duket që një qasje dal nga dal po ndryshon në përkrahje morale ndaj ish-krerëve të UÇK-s, në veçantë nga për presidentin Thaçi. Apo duket procesi i zgjatër, apo duken këto që i biseduam më parë që po bëhen disa padrejtësi ndaj këtyre? Si jurist, e kam thënë edhe më herët në intervistën e parë, kur është ngritur akti akuzues ndaj zotit Thaçi dhe shokëve të tij, ku sot gjenden në një proces gjyqësor, që thash në fillim të padrejtë, e kam thënë se të pas parasysh voluminozën e aktit akuzës, ky proces mund të zgjatet, që në një mënyrë ka zgjatë, është e pak e tepruar. A kanë mujtë ky proces të shkurtohet, përkatësisht të përshpejtohet procedura, sigurisht që ka pas hapësinë që të përshpejtohet procesi në bashkëpunim me avokatët dhe prokurorin dhe gjykatën që të hecet përpara me procesin gjyqësor, s'pakti mos ndëgjohen numër enorm i dëshmitarëve, cilët kishin mund të lezohen deklaratat e tyre që janë dhënë në procedurën paraprake. Do thotë ka pas hapësirë të përshpejtohet. Nuk është përshpejtuar dhe është së gjatë. Ky reagim tani si që thatë edhe nga Shqipëria, i personalitetet zyrtare, kryeministit e Roma e tjerë, ka rezultuar në atë aspekt sigurisht për faktin se sipas bindjes tyre, e thomallon si jurist, edhe me provove të gjatë në pjesën e sistemit gjyqësor, çdo herë veç gjyqësor kam punuar, është së gjatë dhe është tepruar pak. Po shpresojmë se ka ardhur fundi i procesit gjyqësor me dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë, e të shohmi mbrojtja sa ka dëshmitar për të ecë përpara procesit sa më shpejt që është mundur. Shpeshherë ngjarjet ndodhen, diskutohen një ditë, dy apo edhe tri eventualisht, e më pas harrohen edhe kalohen. A duhet të kalohen në heshtje ky moslejim i zotit Thaçi në varrimin e prindit të tina? A duhet të sensibilizohen institucionet? Unë e thash, e përsëris edhe herë, shenjat e para veç dje ndonë nga personi më kompetent që mund të jetë ministri i drejtësisë zonja Albaniana Haxhiu, kur reagoi, aq sa unë lexovan edhe dëgjovan media, ishte në gjitha televizionet, që me njëherë janë angazhu dhe kanë marrë për timonin në atë drejtim që të bëhet një presion ligjor, pra po tham,
ndaj gjykatës së Hagos që t'jenë më të vëmendshëm në trajtimin e të drejtave të zotit Thaçi dhe të tjerëve që gjinin në Hagë, edhe në përshkretim procesit, po edhe të respektohet diniteti i tyre për mundësitë që nuk dëmtojnë procesin ligjor. Prandaj rastet e tilla që vizitat janë kryesisht humanitare, edhe lejohen për shkaqe të smundjeve, vdekjeve aq më tepër, lejohen gjithmonë praktikë gjyqësore është kjo. Zoti Kastrati, keni punuar në gjyqësor edhe deni këtë proces bukur mirë. Kur ndodh në gjykatën e Kosovës, këtu në vend, që të mos lejohen, që të marrin pjesë në varrime për anëtarët e familjes një burgosur ose një akuzuar. A ndodhen edhe këto raste të tilla në vendin tonë, apo çdo herë lirohen kur ka raste të tilla? Me përvojën time që kam spakti 40 vjeçare në sistemin e drejtësisë për ashtu pjesën 90-99, asnjëherë kjo nuk ka ndodhur që një burgosuri mos të jepet mundësia ta viziton familjarin i cili është i smuar në spital dhe ka smundje të rënduar, e aq më tepër në rastet e varrimeve. Kjo s'mund të ndodhë asnjëherë. Pa marrë parasysh çfarë është i ngarkuar. Absolutisht nuk mund të ndodhë që të mos i lejohet pjesëmarrja në varrimin e familjarit vetë dhe drejt për drejt. Fjala është për familjen e ngushtë, jo pjesë tjetër të gjerë. Sa në kodër familjes ngushtë hyn edhe prindit, në këtë rast prindit, vllazët, motrat. Edhe xhallarët biledeti kon të sene duhet të respektohen. Zoti Kastrati, çfarë duhet të bën konkretisht? E përmend 2 herë ministrën e drejtësisë që dje ka lëshuar një postim në Facebook, konkretisht institucionet e Kosovës, a duhet të jenë monitoruese në procesin gjyqësor që po ndodh me krijimin e institucioneve të reja, të parlamentit dhe qeverisë. Sepse këto po duken që janë shkelje qëllimshme dhe jo njerëzore, ta themi. Në aspektin praktik dhe ligjor, barra e përgjegjësisë në këtë drejtim i bjen Ministrisë Drejtësisë që të merret me këtë çështje në respektimin e procedurave dhe dinjitetit të personat të akuzuar në Hagë, përfshi zotin Thaçin dhe të tjerët, dhe ishte ky reagim. Unë besoj që institucionet e Kosovës do të përcjellin këtë stat në mënyrë të vazhdueshme, edhe sigurisht që do të kapen në drejtim dhe të angazhohen në drejtim të lehtësimit të procedurave edhe kërkesa për shpejtim të procesit gjyqësor, për të përfunduar procesin gjyqësor edhe të shohim çka po vlerëson gjykata e Hagës në këtë drejtim. Shehet e para të reagimit, edhe pse ka pas reagime të mëhershme, veç janë po. Ta shohmi institucionet e reja që janë proces të formimit, se si do të reflektohet më të tje. A duket që është pritur, është duke momentume politike në këtë, për faktin që edhe të vizita që ishte në QKK, presidenti Thaçi, ishte një vizit disi që një farë forme edhe sëllën, po edhe jasënguan të drejtën në maksimum, por edhe lejuan një farë forme të përshëndetet me mos që kishin dalër. Si e shihni këtu lëvizje? Pra po thamë, si jurist nuk më lejohet paragjykoj çështje të caktuara, qoftë politike, qoftë tjera, sepse edhe nuk i di në fakt në atë aspektin s'kam njohuri në atë si është aranzhuar vizita mia, po në rastet e tilla një personi të caktuar kur i lejohet vizita, sikur zoti Thaçi, i lejohet për disa kufizime për ta kryer misionin për çka është leju vizita. Do thotë vizita e liri është leju zoti Thaçi që të qëndron me prindin e tij sa kom pa diku rreth 3 orë ka qëndruar, por lëvizjet tjera jashtë ambientit të ordinancës ku ka qenë i shtrirë prindi zoti Thaçi, sigurisht se është desh të jenë pjesë të kufizimit të kontaktit të zotit Thaçi me të tjerët, për shkak sepse është në një proces gjyqësor ku i lejohen vetëm vizitat të rregullta në ambientet e gjykatës së Hagës sipas rregullores mbrëmshme që ka gjykata e Hagës, burgu i gjykatës së Hagës, por jo edhe të jetë i lihen në procesin përshëndetjes apo edhe me dal me nejt me publik pjesë tjetër, nga se
Do të respektojmë disa rregullat procesit gjyqësor, cilat aktualisht janë duke vazhdu, ani pse për neve janë të jetë pa drejta dhe për mua janë të jetë pa drejta, sepse ne besojmë, edhe vetë prezoj personalisht dhe me tani shakon vrejt, duke përcjell situatën e gjykimit në Hagë, se pafajësia e zotit Thaçi me shokët e tij është duke shkuar në proces shumë të mirë. Shohmi te ka fundi si po rezultat më të tjerë. Në këtë rast kemi pasur e biseduar më përpara, kemi pasur të gjithë të akuzuarit për Ashtar Recep Selimin që kanë pasur rast të vdekje në familje, por asnjëri nuk është lejuar. A është rregull, a është vendim i prerë për secilin kujdo që të ndodh për shkaqe të ndryshme që nuk lejohet, apo është diçka që po e bën vetë trupi gjykues në këtë drejtim? Jo, këto nuk ka pasur përjashtime për asnjë. Këto çështje janë çështje të praktikës humanitare në aspektin e respektimit të dinjitetit të tyre personal, dhe i sa një në proces gjyqësor, për të respektu familjen që gjenden familjarin i cili është i smur, apo aq më tepër kur ndron jetë, lejohen, thash, në veçanti edhe tek ne, edhe në çdo gjykatë tjetër ndërkombëtare, janë të lejuar edhe lejohen, ani pse nuk janë si rregullat të caktuara të shkruara, janë rregullat të brendshme të institucioneve korrektuese të burgjeve, që i respektojnë dhe duhet të respektojnë. Natyrisht, ndërmerren masat e sigurimit, prezencës, përkatësisht mbarvajtjes procesit të drejtimit të vizitës apo diçka tjetër. Zoti Kastrati, jemi njerëz dhe bashkëndjem me secilin që ka humbje të anëtarëve të familjes. Si do ta kish i përshkruar ju, ku një njeri që ka dhënë çdo gjë për vendin, për atë dhënë, edhe në natën e varrimit, apo në natën e ceremonisë së varrimit, ku atër vendi merr pjesën e të, nuk e lejohet ish presidentit e vendit dhe mbyllet në qeli pa atë natë. Sa është e vështirë, sa është e dhimbshme për atë personalisht, për familjarën dhe për tërë vendin, i cili ka bërë më të mirën të mundshme. Ndjeshmëria e rastit është të jetë e lartë, edhe të jetë e dhimbshme, është shumë e pa kuptimt, e thash që në fillim jo serioze, as nuk ka qenë praktika asnjëherë gjykatave që të cungohen disa të drejta të personës që në pjesë e procesit gjyqësor. Megjithatë, nga kjo studio shfrytëzoj rastin të shpreh ngushëllimin e zotit Thaçi për shkuarën në mshim të prindit e tij, pavarësisht se është cunguar një drejtë elementare humanitare në këtë drejtim, ai duhet ndihet krenar me punën e vet që ka bërë si pjesëtar që ky edhe si fytyrë publike në jetën e lirë, edhe në krijimin e institucioneve të vendit dhe në respektimin e tyre. Me një fjalë, fatin e ka pas zoti Thaçi me shokët e vet që të jenë pjesën e procesit pa drejt gjyqësor dhe të përballen me një luftë tjetër tash të ushqyrkys në tavolinë, në drejtësinë, thosh apo thon prapë këtë drejtësi, dhe absolutisht përkundër ndjeshmërisë dhe keqardhës që shprehim ne, edhe ndjeshmërisë vetë që ka ai për prindin e tij dhe familjarët e tij, duhet të ndihet krenar dhe nuk duhet ta ndin veten absolutisht inferior asaj personalisht, as familja e tjera, as të tjerë të cilës i është mohuar një drejtë e tillë, nga se fati ka përcjell që të jenë pjesën e procesit të luftës tash të drejtësisë në këtë drejtim. Zoti Kastrati, faleminderit që ishe pjesë e televizionit. Ishte kënaqësi, faleminderit juve. Shukës e nderuar, faleminderit nga ju që ishim me televizionin Arbëria. Njëherësh shprehim ngushëllime familjes Thaçi për humbjen e kryefamiljarit e tij, e veçanërisht presidentit Hashim Thaçi. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.